Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. Sot Vibe-in do ta bëjmë me një vajzë shumë të talentuar. Dhe pse është e talentuar do ta shikojmë në fund. Elajda, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje. Jam shumë e lumtur që të kam dhe je shumë e bukur. Faleminderit. Atëherë për të gjithë ato që nuk të njohin, si do e përshkruaje veten sot? Si një vajzë e talentuar dhe për një audicion që jam këtu. Sa mirë. Si ndihesh sot? Kjo është intervista jote e parë. Jo, është vetëm intervistja e dytë. E dytë. Si ndihesh? Mirë. Mendon se do të bësh edhe shumë intervista të tjera nga talenti që ti ke? Mendoj. Sa vjeç je ti? Unë jam 8 vjeç. Ti ke pasion poezin. Po. Përveç poezisë, çfarë pasionesh të tjera ke? Kam këndimin, pikturën, kam dhe të tjerë, aktrimin. Do të bëhesh aktore një të ardhme? Po. Kush është aktoreja jote e preferuar? Janë dy, është Ariola Demiri dhe Mariana Konti. Do doje të bëje ndonjë film me këto? Po. Po poezit. Kur ke vazhduar të bësh poezi? Kam vazhduar që në moshën 2 vjeçe. Të interpretosh poezi. Kush ka qenë personi që të ka mbështetur më shumë? Prindrit dhe tezit. Prindrit dhe tezët e kanë mbështetur që ti të jesh këtu ku je sot, të interpretosh kaq bukur poezi. Po. Çfarë poezish interpreton? Interpretoj lloj poezish për UÇK-n. Patriotika? Po. Po poezia jote e preferuar kush është? Poezitë preferuara janë, por më shumë janë patriotiket. Sa mirë. Në fund pastaj do na recitosh një poezi. Po. Ti je klase E hi për të tretën. futesh klasë 3. Si të presin shokët dhe shoqat kur ti interpreton? Mirë. Të pëlqejnë? Po. Të mbështesin shoqat? Po. Përveç mamit, tezave, mamit, babit, prindërve, të mbështesin të shoqat. Po motor vlla ke? Kam një motor të vogël. Një motor të vogël. Mendon se motra do vazhdoj kur të rritet dhe pak të interpretoj si ti? Mendoj. Do ta ndihmosh ti? Po. Po kur të rritesh, çfarë ke qef të bësh? Dua të bëhem një aktore. Ti më je pjesë e një akademia? Po. Çfarë bën atje? Ne atje mësojmë se si të kemi vëmendjen në skenë, se si të përqendrohemi dhe si të heqim të gjitha emocionet. Sot ke emocionet? Jo, fare. Nuk ke fare emocione. Sa mirë. Çfarë të ka mësuar diçka tjetër më të bukur? Na kanë mësuar se si të përqendrohemi në aktrim. Ti ke marrë dhe certifikata dhe medalja. Po. Si e ndjerë kur i ke marrë? Jam ndjer shumë e lumtur dhe krenare. Çfarë certifikate ke marrë? Dhe ku? E kam marrë një Tegu, tek talent, dhe medaljet i kam marrë te Bravo Bravissimo. Cili çmim të ka bërë më të lumtur? Të gjithë çmimet më kanë bërë të lumtur, sepse kur i shikoj, atëherë ato më mësojnë se si të ecë përpara. Bravo! Çfarë bën në kohën e lirë ti? Pikturoj, Çfarë pikturon zakonisht? portrete, Po tjetër çfarë bën? Luan me shoqja? po luaj. Ke shoqe të ngushtë? Po, Po mami ti tregon çdo gjë apo tezës? të dyjave. Çfarë i tregon më shumë? I tregoj se çfarë bëra në shkollë, se çfarë interpretova, se çfarë bëra tek Trio Academy. Sa mirë. Cila është ëndra jote? Ëndra ime është në të ardhmen të bëhem një aktore e madhe. Një aktore e madhe. Si kush do të bësh? Për shembull si Mariana Konti. Si Mariana Konti. Ti je edhe shumë e bukur. Faleminderit. Pse nuk bëhesh modele ti? Sepse unë nuk kam dorë. Nëse do luaje një serial, çfarë personazhi do doje të isha? Do doja të isha një vajzë e vogël, plot ëndra. Tjetër.
Po nga aktorët të huaj, kush të pëlqen? Nuk kam nga aktor të huaj. Sa mirë. Po përveç Marianës? Ariola Demiri. Po pse të pëlqejnë kaq shumë këto të dyja? Sepse janë aktorë të mëdha. Po tjetër, çfarë të pëlqen tek ata? Sepse ato janë të mira, Të afta? po. Dhe janë të shkathta. Më thej që nëse do bëjë një serial, do ishte një vajzë e vogël dhe plot ëndra. Po. Po tjetër, Doja të isha një vajzë e rritur dhe plot magjira. magjira. Magjira të mira, çfarë magjie do bëja? Të mira. Si për shembull, Të ndihmoja njerëzit. nëse do ishe në një serial, do bëje domethënë një rol ku të bëje magjie dhe të ndihmoje njerëzit, ku njerëz të varfrit? Të varfrit. Si do të ndihmoje? Do t'ju jepsha ushqim. Do t'ju jepsha para. Edhe shumë të tjera. Çfarë do të thuash sot të gjithë fëmijëve që kanë një ëndër si ti? Të vazhdojnë përpara dhe mos ta lënë kurrë ëndrrën e tyre. Tani është momenti të interpretosh poezinë. Po. Mund të vazhdosh. Nanë dashtur, sot po vdes. Më kanë futur në një thes. Lakuriq tokë me një mace. Më kanë mbyllur në një thes linace. Mburg të Shkodrës po mdel shpirti. Ai po ma meroj nan, shef se hiti. Jashta thesit, shqip po flasin. Po më shkelmojnë e po më godasin. Ligësia nuk njen gjyrë. Shqelm në barke, shqelm në ftyrë. Nuk ka vënd, imaginata, kriminela, shpirtëzisi nata. Më kanë qa barke zorë. Hajde nan, e mjep një dorë. Mbaju nan, mbaju burnesh. Msil teshat e mvish murgesh. Mos qajnan, jam bimir dite. S'm kanë pushtu tashe ndër vite. As shkjau, as turku, as enveri, as burgu, as bulqikt, as titistët, as hetues, as komunistët. Po vdes nan, mu ju në zeza. Shkuem sill një palë ndërresa. Po 22 mojnan, sa po i kam mush. As nuk du me m'qa kërkush. As në roshe, as në rfush. As në bjeshka t'je fel, e as në fane, as në kthel. As në kurbnesh, e as në selit. As kërkun në përmjër dit. Zoti nan, ka pas më shirë. Më ka dërgu të vdes e lirë. Mi sill ndresat, po të pres. Po vdes nan. Sa bukur, sa bukur, sa bukur. Je shumë e mirë, unë të uroj shumë suksese, më ke kënaq pafund sot dhe shpresoj të bëhesh një ditë një aktore shumë e famshme dhe kisha kënaqësinë që të kisha sot në studio. Faleminderit. I ftuari i radhës është Majvjen Kamberi. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Edhe emrin e ke pak të veçantë, me thënë të drejtën. Ashtu jam edhe unë vetë. I edhe ti vetë i veçantë ashtu si që ke emrin. Do kalojmë edhe tek ti pse je i veçantë dhe çfarë të bën të veçantë, por si fillim dua të di se çfarë fshihet pas emrit tënd? Kujt ishte ideja për këtë emër kaq të veçantë dhe të bukur? Unë linda pas 2 motrave edhe daja im, kam pasi dajt gazetari që ka punuar të TVSH-ja, Abdurrahim Ashiku. Më lodhi gjithë fisën për të lënë emrin tim, me zi e gjetën. Maj vjen, jo këne, jo ane. Edhe e gjetën maj, vjen muaj maj. Se gjithë njerëzit kujtojnë se e kam nofko se shu. Kur ke lindur ti? Në maj. Maj vjen, 6 maj, ditën kur ka lindë Skënderbeu. Që ka interesante domethënë. Po ti pse je i veçantë? Çfarë të bën të veçantë? Nuk e di, ndoshta karakteri, tipi. Çfarë karakteri? Jam pak shakaxhi, bëj gallat kështu. Me njerëz dhe të puna që bëj. Domethënë pas ke një hobi tjetër për aktor komedia. Po. E ke menduar ndonjëherë? Jo, unë kam marrë pjesë në 4 filma. Edhe aktor komedie nuk kam marrë pjesë akoma. Edhe po bisedoja me zemër vogël, o do marrësh një film ose s'do shkoj më asnjë film tjetër. Sa mirë dhe shumë suksese. Faleminderit. Si ti merresh me tatuazhe.
Si lindi pasioni yt për vizatimin dhe artin, se është art? Më përpara kam pas punuar me një pizzerie dhe merja ato fletat edhe vizatoja çfarë do që shifra vërdall. Mbas sa kohësh kur lasha të punë, u detyrova të shkoj në Itali, atje nuk më heci pak keq, edhe u ktheva, bashkë me një shok filluam hapëm një studio. Ndërkohë që ai bënte tatuazhe, unë do mësoja me atë. Kështu që ai nuk më mësoi kurrë, edhe u mësova vetë. Po se profesioni vidhet, nuk mësohet. Pikërisht. E vërtet. Kur vendosi që ky pasion, le ta quajmë, do të kthehet në punë për ty? Po si fillim ka qenë pasioni, vitin e parë ka qenë shumë i vështirë. Më pastaj u kthy në profesion. Edhe kështu. Kanë kaluar më shumë se 15 vite që ti merresh me këtë lloj pune. E mban mend tatuazhin e parë? Ja. Te dora ime. Është një shqiptar. Do me thënë këtu kam mësuar dorën me ngjyra të ndryshme. Je praktikuar për herë të parë në trupin tënd. Po si gjithë tjerë, gjithë ato që bëj tatuazhe si fillim. Përposa saj ke edhe shumë tatuazhe të tjera. Kam disa. Çfarë do të thënie kanë ato tatuazhe? Po shikoj që ke një sy. Këtu kam syun e bashkëshortes time, këtu kam Kleopatra me një makinë tatuazhi, këtu kam babën. Do ta kishe bën në zemër, faktikisht. Gjithmonë ku e sheh me krau zemrës, pa ja, këtu gjithë me zemrën e kam. Që i ka domethënë. Bro. Të kalojmë pak tek tatuazhet. Cili është trendi i verës? Trendi i verës varet nga preferencat e njerëzve. Po ka tatuazhe realistike, ka tatuazhe që sipas njeriut, nuk është se kanë një trend fiks fare. Vajzat çfarë preferojnë më shumë? Cilat janë zonat? Shkrimet, përgjithësi janë vajzat që bëjnë shkrimet, lulet, sy, gjërat kështu më minimaliste. Kurse meshkut bëjnë tatuazhe më të mëdha. Në cilat zona i bëjnë femrat zakonisht tatuazhet? Në gjitha zonat. Gjitha zonat, varet se ku e kanë dëshirën, nuk është se. Ti pranon se çfarë do lloj zone që të vi, e bën. Jo. Ku thua jo, nuk e bëj këtu? Në zonat intime. Nuk i bën kurr? Jo. Nuk i ke bërë asnjëherë? I kam bërë, por nuk i bëj më. Pse? Nuk do më pëlqente më. Nuk e di pse, është preferencë e ime. Cila është historia më e çuditshme gjatë gjithë kësaj karriere? Po ka shumë histori çuditshme. Ndonjë dramë, kështu se ne i kemi qef pak të dramat. Jo erdhi shkruajti të dashurinë e fshiu, pastaj prapë. Unë jam bosi në Tereza aty që ngjoj drama për ditë. Histori ndryshme të njerëzve. Ka pa fund. Po si e do të keqen? Të keqen. Ja, pastaj tash do fillojmë çajm pastaj. Jo se nuk çajm. Kishim pa ca kohë në lajme që gjyshi shtypi një person, një fëmijë të vogël, gabimisht. Edhe nëna e atij personit që vdiq, erdhi pastaj e bëri tatuazh, edhe kur ma tha që jam filania, aty u bëra shumë keq. Edhe fillonin që të qanin të dy. Do me thënë që ke përfshirë dhe ti emocionalisht. Po pikërisht. Përpos kësaj kemi dhe histori të bukura, ngjarje të bukura që besoj do një surprizë. Si për shembull? Kush bën më shumë surpriza? Bëhet fjalë gjithmonë për tatuazhet, femrat apo meshkujt? Po të gjithë kanë tatuazhe ndryshme, varet se çfarë mendojnë. Bëjnë. Po ato që bëjnë për bashkëshorti ose bashkëshortën. Ose të dashur, se janë gjithë bashkëshortë me bashkëshortën. Po, ka dhe ato që bëjnë shumë gabime. Ato që shkruajnë emrat. Është gabim? Mendoj se po. Pse? Po sepse unë kam dhe lazer edhe i heq edhe tatuazhet. Edhe në 70% të rasteve ose 80 vinë t'i fshin ato tatuazhe që kam bërë. Nuk mendoj shumë gjatë, i ka pe emocioni i momentin dhe hajde që këmë bëjmë tatuazh. Emrin.
Ose ka dhe nga ato goca që janë detyruara. Do me thënë nga mashkulli që kanë krah, am do shumë ti, thot ju, ha, bëj emrin tim, i thot. Edhe kjo, mendje leta. Direkt për emrin. I këshillon këto kur I këshilloj për ditë, gjithmonë, ku them mendoni, sidomos dje kisha një rast që do të bëta një gocë diçka në gishte dhe kam net 1 orë për t'i mbush mendin që mos e bëj derisa o do e bëj o s'ka, nuk hiknem nga studio. Edhe e bëri. E bëri përfundimisht. Nuk e ka da mendin. Po mirë ta gëzoj se mbase vjen me hesh prap. Po, edhe unë ato po llogarisja, ku do han kalamajt e mi. Cila është zona më e dhimbshme? Zona më e dhimbshme është nga gishtat, te kyçet e këmbëve, te brinjët. Këto janë zona shumë dhimbshme. Në shpinë? Në shpinë, po jo shumë në shpinë, më ka pjesa e poshtme këndej. Varet sipas lëkurës, kush më e holl, kush më e trash. Gjatë gjithë këtyre 15 vite eksperiencë, çfarë ka ndryshuar tek ti si artist? Karakterin, ndoshta jam bërë pak më i butë. Jam bërë më emocional, dikur kam pas qenë ai tipi gangsta, po me kalimin e viteve. Po këtë nuk ta ka dhënë profesioni? Po jeta, përgjithësi. Unë thash për profesioni. Tek ti si artist, jo tek ti si person. Po edhe jo tash. Më duket se u bëre nostalgjik. Ne, po nuk e di, nuk më shko mendje më asgjë tash. U bëre nostalgjik, le të lejmë nostalgji. Po si person, mendon se do ka ndryshuar ky profesion? Po nuk e di, më ka ndryshuar po profesioni apo jeta, prandaj po them, se kur bësh me familje ndryshon çdo gjë. Edhe nuk e di nëse është profesioni apo thjesht vitet që kalojnë. A ke pasur moment ku ke menduar të heqësh dorë nga Kam ky profesion? pasur shumë momente që du të heq dorë, sepse ke të bësh me lloj njerëzish edhe si për shembull? po si për shembull vjen një kohë që mërzitesh. Nga çdo gjë, jo vetëm nga profesioni. Çdo gjë të bëhet monotone. Edhe do të ndryshosh diçka të re. Po ne të gjithë artistët për përgjithësinë preferojmë malet e këto natyrën, edhe mbas çdo tatuazhi, mbas çdo jave ne sigur që do dalim diku. Do shkosh në mal. Po do shkojmë diku sepse do dhe truri që kërkoj pak qetësi. Çliron dhe ato energjitë negative. Duhet edhe përqendrim te tatuazhi etj. Tjetër, cila është ajo gjë që e bën pasi mbaron punën për të çliruar energjitë negative, përveç të dalurës në natyrë? Falim xhami. Je Kjo besimtar? Po, jo i devotshëm 100%. Si mendon, fatin e shkruan Zoti apo e shkruajmë vetë ne fatin ton? Vetë ne. Pse? Se nuk çat kërkosh nga vetja do e arrish. Zoti t'i ka dhënë gjitha mundësitë. Qofse ti nuk i krijon vetes ato mundësi, mos prit që ta ndryshoj fati. Nuk besoj ke fati, domethënë. Beson tek fati që e shkruan vetë dhe e ndërton vetë. Po. Zoti thjesht të jep mundësitë. Për të jetuar jetën. Ke marrë pjesë, më the dhe më parë, në 4 filma. Mund na flasësh pak më shumë rreth kësaj? Po, kam marrë pjesë në 4 filma, te njëri kam qenë aktor kryesor, që flet për kokainën. Edhe është një histori e vërtet e një shoku tim që e ka përjetuar atë. Edhe unë jam munduar që ta shfaq në film sa më mirë. Do me thënë, roli yt ka qenë? Roli im ka qenë e personi që pi shumë, edhe po është film dram, aksion. E ka të bëjë me mafjat, me këto gjërat. Po edhe ky personi që pi është një person
që është nga forca speciale përfundon në një rrugë shumë të gabuar, edhe shoqëria do me thënë të ço në vendin më të errët. Çfarë ke qejf të luash tani? Më shumë kam qejf të luaj në film komedi. Tani do të kalosh nga aksioni në komedi. Po, jam vdes për komedi, po problemi është se me ato regjizorë që më ka bashku fati, do me thënë, kanë zgjedhur vetëm këto aksione, këto gjërat. Unë nuk jam të aksioni, por nuk jam dhe të komedia, du tjetë një film i ndërthur aksion komedi bashkë. Cili është aktori me që të pëlqejnë filmat, ke bërë filma, cili është aktori që vlerëson më shumë? Albano Botgo. Tjetër? Të këto shqiptarët më? Po shqiptar? Ku t'i gjotë është, së vim mene. Me këtë do të luaje? Me Zebërvokin. Vetëm ato do të luaj. A i më përqenë në stilin e karakterin që ka. Du një film që tjetë film popullor, jo film... Ke marrë ofertë nga Zebërvoki? Po jemi takuar, kemi biseduar, e presim që të lozim diçka. Priti të bëhet mirë? Të falë treshi. Të falë treshi? Tash i mos flasim për këtë çështje. Ja, do jetë surprizë. Atë flet dikush tjetër. Do jetë surprizë. Shumë sukses atë regjisësi. Shumë Sa orë në ditë punon me që jemi tek puna? Më përpara, kur isha punëtor i tjetrit, kam punuar 8 orë. Jo me tatuazhe, me profesion tjetër. Me çfarë? Me shumë profesion tjetër. Kam punuar bodyguard, jam marrë me shumë gjëra. Pizzaiole, shumë gjëra. Edhe kur hapa biznesin tim, tani punojm 24 orë. 24 orë? Po do me thënë edhe në orën 1-2 natës merr tjetri alëm telefon, po kur shko më daku? Unë gjumë aty për 7%. Cilat janë moshat që vinë më shpesh në studion tënde? Janë përgjithsisht janë moshat e reja, po ka moshat të ndryshme edhe moshat e mëdha janë pafund. Nuk është se është një tabu tash, siç ka qenë dikur, kupton? Çfarë kriterësh duhet plotësoj një person që të vi të bëj tatuazhe? Duhet të jetë mbi 18 vjeç. Ose duhet të jetë mbi 16 vjeç, por me leje të fortë të prindit. Edhe në ndonjë tatuazh jo shumë të madh, diçka si për kyçeve të dorës ose poshtë qafës, diçka e brendshme, jo. Tjetër, vetëm kaq. Po. Cili është tatuazhi më i vështirë që ke realizuar? Po ka shumë tatuazhe të vështirë. Tatuazhi i vështirë nuk është i madh, po është i vështirë. Do me thënë, ke parasysh ato barkodet? Qoftë se je i Zotit të bësh ato vijat, gjitha janë 30 vija, ti bësh gjitha të drejta, atëherë do thotë që je shumë i Zotit atë profesion. Ti je? Kam treguar që jam. E ke pas gjithmonë familjen pro për profesionin që ti bën? Më përpara, kur kam filluar vitin e parë, nuk kam parë asnjë njeri pro. As familjen, as njeri. Pastaj puna ka filluar vitin e dytë. Vitin e parë ka qenë vetëm vujtje. Kam punuar punë tjetër që të mbaj studion. Edhe gradualisht, duke u rrit, jemi këtu që jemi sot. Ti edhe aktron, mendon që në të ardhmen mund të bësh një aktor të ta lesh këtë punë që bën tani? Po, e kam menduar shpesh herë. Aktrimin e kam shumë pasion. Shumë pasion. Thjesht ne nuk kemi regjisorët e duhur. Takova një regjisor se s'po e përmend atë studion e tjerë, po që nuk po më pëlqen ca studio që hapen thjesht për të fituar lek nëpërmjet popullit. Edhe shkova që t'i tregoj talentin tim, se sa talent kam. Ishte një regjisor mendem madh, nuk shohin talentin e një personi. Shumë njerëz këtu. Shohin çfarë interesi kanë te ky person. Ose regjisorë që janë në Shqipëri, që këto që bëjnë filma, të jesh i sigurt që ato që janë edhe të suksesshëm, të jesh i sigurt që nuk të marrin film nëse s'kan një interes te ty.
ose ti duhet ta paguash të regjizosh që ai të marrë film. Përveç pagesës, çfarë interesi mund të Kjo ketë është e tjetër? patolerueshme, se mërzitem sa herë kujtoj këtë pjesë. S'ka gjë, mund të Nuk të vlerëso kush për artin që bën. Mesazh i fortë ky. Shumë i fortë. Çfarë do të thojë të gjithë të rinjve që mendojnë kështu si ti? Ta ndjekin ato ëndër apo ta lënë në mes? Po sepse duhet nuk ta ndjekin se vlerësohen? shpresa nuk vdes asnjëherë, kupto. Se mos kisha shpresa edhe unë s'do flisja kështu. Do me thënë shpresa vdes e fundit, duhet ta ndjek atë profesion. Është profesion shumë i bukur. Po me të ardhurat të pakta. Dhe ti ish i gatshëm të leje studion, të mbyllje punën për aktrimin, ndërkohë që aktrimi ka më pak të ardhura, mendoj, se ajo çfarë bën ti sot. Do mbyllja punën për aktrimin nëse do kishte të ardhura më shumë, po për momentin nëse po bëj edhe aktrim, edhe tatuazhet, siç kanë profesionin, i bëj sepse me aktrim nuk fitohet lek në Shqipëri. Thjesht futen për famë njerëzit në film. Ta harosh atë mohabet që futet kush Ti për do fitu lek. fusje për famë? Edhe ato që bëjnë filmat vet e kanë të vështirë të nxjerrin lekt e filmit në fund. Ti do fusje për famë? Po do fusja, do fusja sepse ky është realiteti në Shqipëri. Sa të nevojshme e ke famën ti dhe pse e ke nevojshme? Po, në fakt fama nuk e kam qef fare, po jam i detyruar për profesionin që bëj të shkoj dhe në emisione edhe të marr pjesë në për filma e më gjërë. E të bëj video që du të bësh një video për TikTok ose Instagram, du ta bësh. I kantari bën kështu fani ato. Më the më parë që jam i veçantë. Je shumë i veçantë. Qa veçantë, hajtë mo. Unë nuk i besoj shumë këto gjëra që njerëzit i thonë vetë për veten e vet, por gjithsesi do të pyes ty, çfarë të bën të veçantë ty? Përveç se je tip e veçanta ime është, jam dhe njeri shumë pozitiv. Ku e merr pozitivitetin? Ajo buron nga shpirti, nuk është se dhe e marrësh diku. Ka njerëz që ta marrin për keq mënyrën edhe se si flet, se si bo shaka. Kjo është. Nuk ke asgjë tjetër veçantë, domethënë. Si nuk kam edhe. Vetëm kaq. Kam apo tash hajde. Merr vesh. Hajde kujtoj tash për çfarë. Bashkëshortja jote. Çfarë ka pëlqyer dhe vlerësuar në fillim? Kam shumë profesione. Jam marrë me shumë lloj punësh. Kam shumë gjëra të veçanta, nuk është se është veçantë vetëm tipi edhe shakaja që mund të bëjmë. Bashkëshortja të bëra i pyetje dhe nuk më përgjigje. Vetëm me bashkëshortën, ma nxit. Bashkëshortja. Po përderisa e ke tani të flasim për femrat e tjera. Besa. Bashkëshortja jote, çfarë ka vlerësuar në fillim tek ti? Këtë karakterin, këtë tipin që gjithmonë bëj gallate dhe nuk më plas shumë se ç'a mendon tjetri. Mos e them fare troç. Jo, mirë. Troç e the ti. Jo, ka dhe më keq. Ajo është. Ajo nuk i përmbush kriteret e ekranit. Tani unë kam një rubrik ku do përgjigjesh për 3 sekonda. Kaq shpejt. Po. Ta bëjmë 5 për ty. Jam. Ti je dhe i veçantë. Si ta dish ti hënja? Ti je i veçantë? Fuje, është shumë e gjatë? Tatuazh i madh apo i vogël? I vogël. Bojë e zezë apo me ngjyra? E zezë. Me hije apo me linja të holla? Më e vështirë është me linja, me hije. Krah apo shpinë? Të dyja, kujtëm. Të dyja të bukura. Emër apo simbol? Simbol. Minimalist apo shumë i detajuar? Minimalist. Tatuazhi. Gjithsesi kuptimin e ka. Minimalist. Tatuazhi i parë apo i fundit që ke bërë? I fundit që kam bërë. Dhimbje apo kënaqësi? Të dyja. Edhe dhimbje dhe kënaqësi.
Pse të dyja? Çdo dhimbje ka dhe atë kënaqësinë e vet në fund kur e mbaron tatuazhin. Është shumë e bukur. Kur e bë tjetri me mpirje tatuazhin, nuk e ndjen atë kënaqësinë. Është thjesht Ti po thua që dhimbja është një kënaqësi në vetvete. Kënaqësi dhimbja. Bravo. Jo dhimbja e padurueshme, ajo që durohet. Jo është ka kënaqësi, po ndonjë dhimbje tjetër, Qa dhimbje tjetër? dhimbje shpirtërore. Po, për shpirtërore Ka kënaqësi ajo? Jo, ato që bëjnë për njerëzit e vet që të ndjerë, domethënë, kanë dhimbje shpirtërore. Nuk është ndonjë kënaqësi e madhe. Po prap kënaqësi, prap është në fund kënaqësi sepse e ka tatuazhin në dorë dhe gjithmonë një kënaqësi. Prap kënaqësi është në fund. Iku. Ideja e klientit apo krijimtaria jote? Ideja e klientit, qofse pagu pak, krijimtaria ime, qofse pagun shumë. Një tatuazh që nuk do ta bëje kurrë? Një tatuazh që do ta bëj UFO, sepse ka qenë një kohë që kam bërë shumë UFO, ato alienet. Atë nuk do ta bëje më. Po, edhe infinitit. Pse infinitin jo? Tani nuk bëjnë më, bëjnë shumë pak, krahasim me sa që kam pas bërë vite përpara. Qithjerone kemi infiniti. Plot. Çfarë tregon infiniti? Infiniti do thot diçka diçka e pafund. Infiniti. Po zakonisht e bëjnë këto të dashuruarit. Po. Edhe pastaj Edhe ti që ke shumë kundra këtyre gjërave. Po të jam dashurisë. kundra sepse shoh shumë çifte që ditët e sotshme po ndahen, edhe ka shumë tradhti, shumë gjëra ndryshme që Tradhti. ka pafund. Mi që kaluam tek tradhtia. E ke aty bërë ndonjëherë tjetër. këtë gabim ti pa dashje? Jo. Tradhtia bëhet pa dashje apo është çdo gjë e vetëdijshme? Si ndodh tradhtia sipas mendimit tënd? Mund të tradhtojë njeriu pa dashje? Po. Ke tradhtuar ndonjëherë pa dashje? Jo. Atëherë si Po mund të tradhtoj pa dashje? mund të tradhtoj Kur ti se ke bërë? nga momenti. E ke bërë? Jo. Po e mendoj. E mendon ta bësh? Ja kam menduar, po ju gjithë e kam menduar. Edhe po. Pse se kam menduar njëri? Nuk e di. Është diçka normale. E menduara me të bërën janë ndryshe. Tradhtia ndodh kur mbaron dashuria? Jo. Pse? Tradhtia ndodh edhe për kënaqësinë e momentit. Edhe ky është gabim që bëhet pa dashur. Tradhti pa dashje. Nga kjo gjë pastaj varet jeta e dy personave kur kuptohet. Frymëzim apo teknik? Është ai epshi momentit. Frymëzim apo teknik? Teknik. Frymëzimi është thjesht i momentit, teknik. Tatuazh spontan apo i menduar gjatë? I menduar shumë gjatë. Një tatuazh që do ta bëj edhe një herë? Tatuazh që do ta bëj edhe një herë. Sytë e një femre. Tatuazh për kujtim apo thjesht për estetik? Të dyja bashkë. Edhe për kujtim, më shumë për kujtim. Det apo mal? Mal. Çaj apo kafe? Çaj. Ditë apo natë? Ditë. Mëngjes apo darkë? Mëngjes. Veriore apo jugore? Si? Veriore apo jugore? Qa është femër, mashkulla? Femër, më femër. Femër. Se për meshkujt flasim ty. Femër, jugore. Bjonda apo bruna? Bjonde. Një fjalë për artin e lëkurë? Adrenalin. Përveç artit në lëkurë që të jep adrenalin. Cila është gjëja tjetër që të jep adrenalin? Adrenalin më japin vetëm kur shkoj nëpër mal, nëpër lumenj. Ajo është pjesa më e bukur e jetës time. Më përpara kemi pas dalim edhe sot me motorra, më përpara kemi pas dalë me bicikleta. Edhe me bicikleta downhill që hidhesh nga mali nëpër vende të rrezikshme, kurse sot
sot, se kemi mundësit për ta bërë më. Po, kur dilshim atëherë e humbshim çdo gjë, i thoshim trurit fresk. A di sa gjë e bukur ka qenë. Kurse deti nuk ka që adrenalin, vetëm kur zhytesh në thellësi. Tani unë do doja një mesazh nga ana jote për të gjithë artistat e rinj, edhe si artist tatuazhesh që je, një këshill për të gjithë adoleshentët që duan të bëjnë tatuazh, edhe ato gjëra që vini kërkojnë por janë gabim. Mendoni gjithmonë shumë kohë përpara se ta bëj tatuazhet, jo të jetë diçka spontane. Du ta bëj sot ose s'ka. Dhe ju që jeni 16 vjeç deri 18, du të bëni shumë kujdes. Ka dhe nga ato 15 vjeçarë që thonë, do ma bësh ose s'ka. Nuk bëhet sepse lëkura jote është e papjekur akoma. E ti je në rritje sipër. Edhe tatuazhi edhe mund të deformohet disi. Edhe je i përgjegjshëm për atë që po bën. Më vjen të falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit ty. I ftuari i radhës është Gjesjoni. Gjesjon, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Ti lexon shumë libra. Po mundohem. Kemi parë dhe në rrjetet sociale, në Instagram, që librat janë pjesë e përditshmërisë tuaj, le ta quajmë. Po mundohem, sepse edhe kur jam punë nuk të lë shumë kohë për të lexuar, po mundohem ta fus në prapësira, si për shembull kur shkojmë punë ose kur në një kafe, mundohem të lexoj. Por nuk është se lexoj për shembull 10 orë në ditë. Sa orë në ditë mund të lexosh? Po 1 orë, mundohem ta përkushtoj. Çdo ditë. Çdo ditë. Si do e përshkruaje veten me 3 fjalë, për të gjithë ato që nuk të njohin? Si do e përshkruaja? Si dikush që po mundohet të bëj më të mirën e tij. Si po e bën ti? Si po mundohesh për të bërë më të mirën tënde? Mundohem duke përmirësuar veten time në radhë të parë. Duke bërë veprime që mendoj që janë gjërat e duhura. Pastaj Çfarë të pëlqen më shumë tek leximi? Leximi pëlqen sepse më bën të ndjehemi kuptuar. Sepse aty mund gjej personazh që kanë jetuar gjëra që kam jetuar edhe unë. Por nuk kam pas ndonjëherë mundësi që ose guxim që t'i them ato gjëra, ose t'i daj me dikë. Dhe tu kam gjetur dikë që po e përjeton fiks që kam përjetuar unë dhe është duke e përshkruar. Mund të na flasësh pak për këtë personazh? Po, libri që po lexoj aktualisht është libri Bukë me sallam nga Bukowski. Edhe aty e kam gjetur shumë veten, sepse personazhi kryesor ka kaluar një fazë goxha të vështirë në jetën e tij, me aknen më shumë. Edhe aty e kam gjetur goxha veten në mënyrën, në mendimet e tij. Si ka qenë fëmijëria jote? Mirë, thjesht. Ka qenë pak e vetmuar, mund të them. Pse e vetmuar? Po, jam fëmijë vetëm edhe besoj që është një shkak. Për këtë quhet e pashmangshme, po. Në cilën moshë ke vazhduar të lexosh libra? Unë kam në moshën 25 vjeçare, kam filluar shumë vonë. Edhe më shumë pranaj kam kërkuar edhe Gjesjoni lexon, që ti bën njerëzit të kuptojnë që nuk është asnjëherë vonë, edhe gjithmonë mund të fillosh. Të lexosh një libër. Po, ose shumë libra. Okej, të lexosh një libër nuk është kur vonë. Cila është ajo gjë që në moshën që je ti apo që jam unë është vonë për ta bërë? Pra si gjë mendoj që nuk është vonë. Pra shkosa e duke bërë atë që do të bësh. Cili është libri që të ka bërë më shumë përshtypje? Përshtypje të mirë ka qenë Kushau Nietzsche, nga Jalom. Ka qenë një libër që edhe më ka ndryshuar shumë perspektiven në jetë. Ka ndihmuar goxha në një fazë të jetës. Pastaj ka qenë një libër që më ka lënë përshtypje për keq, ka qenë Lolita. Pse? Sepse është një libër ku narratori është duke të gënjur pak, të bën të mendosh sikur ai është viktima e them ose edhe të bën ta shohësh pak një perspektivë. Ti flet shpesh për manipulimin.
po kam trajtuar disa herë si temë, sepse është një temë që Si të intereson kaq shumë këta? po manipuluesit janë kudo. Shpesh edhe në shtëpitë tona e kemi. Edhe mendoj se nëse lexon për manipulimin nuk domosdoshmërisht të bën ty manipulues, por të bën edhe të mbrojtur nga manipuluesit, sepse di çfarë të Je presësh si manipuluar veproj. ti? Më thej që shpesh herë manipulatorët janë dhe brenda shtëpisë. Nga njerëz e shtëpisë nuk e di, po besoj jam manipuluar shumë herë. Nga kush? Se ti. Po nga shoqëri, nga njerëz, Çfarë ke bërë ti kur për punë. e ke parë dhe e ke kuptuar që ke qenë i manipuluar? Dhe Jam- çfarë kanë shërbyer librat? Librat shërbejnë për të pa më shumë, për mendimin tim, Tek perspektiva, faza e manipulimit po faza flasim. manipulimit. Shumë libra kanë personazh kryesor një manipulues, për shembull. Edhe librat e fusin brenda trurit natyrëve. Edhe ti e kupton se si vepron një manipulues, si mendon. Ka shumë stres. A mund ta kuptojmë gjithmonë kur dikush na manipulon? Për fat të keq jo. Edhe besoj është shumë raskapite se nëse mundohemi gjithmonë që të gjejmë manipulues. Është raskapitsa. Po. Ndonjëherë thjesht do ta pranojmë që edhe do manipulohemi. Nuk është e dorën tonë. Domethënë nuk ka të bëjë zgjuarësia me manipulimin. Jo, për mendimin tim jo. Sepse nëse je njeri me mirë kuptim dhe mirë besim, do i besosh një ropi pa e ditur se çfarë qëllimesh ka ai me ty. Ke bërë një video për gjëra që humbëm kur telefonat u bën pjesë e jetës sonë. Çfarë mendon se kemi humbur më shumë? Ne më shumë kemi humbur. Mendoj se kemi humbur të vlerësojmë gjërat e vogla. Sepse nga që truri stimulohet shumë herë gjatë një sekundi edhe me telefonat, edhe shumë gjëra nuk kanë bën me përshtypje. Sa orë në Derisa ditë më e përdor parë- telefonin ti? E përdor për fat të keq. Edhe për shkak të faqeve e përdor goxha. Ke folur dhe për fëmijët shqiptar që jetojnë për prindërit dhe jo për veten. Po. Sepse mendoj se kjo gjë ndodh sepse fëmia shqiptare do prindërit e tij. Edhe është keq që duash prindrit? Jo, nuk është fare keq. Thjesht kur ti e do një person, mundohesh që ti plotësosh dëshirat e atij personi. Edhe kur ato janë në kundërshtim me dëshirat e tua. Edhe ndonjëherë e kupton që disa gjëra që ke bërë nuk kanë qenë ato që ke dashur ti të bësh. Edhe ndonjëherë shumë Të ka vonë. ndodhur ty kjo? Më ka ndodhur. Çfarë konkretisht? Për shembull një rast konkret ka qenë zëm te shtëpia, që besoj shumë Po. shumë fëmijë shqiptare kanë që për shembull babi do të ndërtojmë edhe një kat tjetër. Ndërsa unë them që prit s'është e nevojshme për momentin, s'është e nevojshme që ti investojmë ato lekë aty kur është diçka që nuk të jep lekë. Kështu që tu ka që kundërshtim sepse ai me vete mendon se nuk do ta ndihmoj. Kjo është ajo që do të Mendoj se nxjerrësh. është një element, pastaj ka ndodhur shumë herë, edhe në jetën time edhe Unë nuk mendoj se është gjë e keqe që të jetosh dhe të punosh dhe të luftosh për prindërit, për t'i bërë prindërit krenar. jo nuk është as pak keq. Por për shembull ti mendon se prindërit mund të bësh krenar vetëm duke bërë gjëra që duan ata. Sepse për shembull ti mund të bësh diçka që ti ndihesh mirë duke e bërë edhe ti bësh krenar. Patjetër. Për shembull nuk është e thënë që vetëm nëse thot babi do bësh drogtar, vetëm ajo do bëj krenar. Mund të bësh edhe diçka tjetër. A mendon se prindërit ndonjëherë vendosin shumë për jetën e fëmijëve të tyre? Po, shumë. Edhe mendoj se bën nga dashuria e madhe edhe që ty të shohin mirë, mendojnë se për shembull do bësh ti këtë gjë sepse kjo është më e sigurt për ty. Nëse do shkosh në shkollë të lartë do bësh infermier për Edhe shembull. kjo nuk është gjë e keqe. S'është e keqe, po fëmia ndoshta s'është e lumtur duke bërë atë gjë. Fëmia nuk mund të jetë i lumtur duke shkuar në shkollë. Sepse prindrit nuk mendoj se ka prind që do keq për fëmijën e tij. Jo, nuk do. Normal, po disa vendime që i marrin për ty ndoshta nuk janë ato që ty do të bëjnë të ndihesh aq mirë. E kanë fjalën
kjo është mendimi im, po për shembull shumë prindër mundohen që fëmijët e tyre mos të bëjnë asnjë gabim. Unë mendoj që fëmia do të bëjë disa gabime që ti mësoj disa gjëra vetë. Nëse ti je mang gjatë gabime, fëmia për shembull i ngel shumë pengjen e jetë, edhe ai nuk e vlerëson shumë. Edhe nuk mëson, sepse ti mendon që nuk mëson nga gabimet mëson. Po. Mendoj se nëse nuk gabon nuk e mëson. Çfarë ke gabuar ti dhe e ke mësuar sot? Apo s'të kanë lënë prindrit të gabosh kur? Jo, kanë lënë. Por edhe unë kam bërë disa vendime që do doja mos i kisha bërë. Si për shembull? Ja, për shembull te shtëpia, të rikthem te mohabeti i shtëpisë, mund të kem marrë për shembull shumë lekë aty në një moment për shembull të gabuar, ndërsa mund të kisha prit për shembull 5 vite edhe të kisha bërë pak më vonë atë investim. Kur e bëra në atë moment edhe më ka blloku financiarisht për shembull. Në një postim ke thënë kam filluar 5 libra dhe asnjërin nuk e kam përfunduar. Të ndodh shpesh kjo? Po, më ndodh shumë shpesh. Kur kam filluar të lexoj, çdo libër mundosha ta mbaroja. Ndërsa tani me vlerësoj pak më shumë kohën time dhe nëse shoh që nuk hece një libër, thjesht e braktis. Mund t'i kthehem mas 2-3 muaj, mund mos i kthem fare. Pse ndodh ta braktisësh? Po se jo çdo libër është për ne. Jo çdo libër është interesant. Kur e kupton ti që ai libër nuk është interesant? Po rreth faqes 50, maksimumi 100. Nëse te faqja 50 nuk më tërheq, nuk është për mua. Për një orë. Ti thej që lexoj të paktën 1 orë çdo ditë. Po. Sa faqe lexon? Për 1 orë rreth 30 faqe. Varet nga libri se në madhësia e tekstit. Të pëlqen të lexosh romane, besoj. Më shumë po. Çfarë do t'i sugjerojë dikujt që nuk lexon fare? Tash nëse do vendosja një titull konkret, Alkimisti që besoj është një fillim shumë i mirë, Ferma kafshëve, që trajton edhe element nga manipulimi. Pastaj libra sa më të thjeshtë. Ke menduar ndonjëherë të shkruash një libër? Jo, e kam menduar, po nuk jam shkrimtarës. Po do të trillosh histori, apo të shkruash rreth historisë tënde, edhe të flasësh për atë temë që ti e flet në rrjetet sociale për manipulimin. Nuk besoj që kam shumë njerëz do ta gjejnë veten. Po nuk besoj që kam aq jetë interesante për të shkruar një libër. Do të bëhet në vazhdim, po. Statusi yt është martuar. I martuar. Për sa vitesh? 3 vite. Je i martuar apo i fejuar? I martuar. Bashkëshortja lexon libra? Po, lexon. Ajo ka qenë në fakt një shkak që kam filluar. Ajo më ka shtyr shumë. Se në fillim mendoja në fakt që është shumë bie kohë. Edhe librat e parë që kam lexuar kanë qenë zhvillim personal, për shembull libra si të bësh më i pasur. Pastaj më shpjegoj pak që ka dhe libra që më thellë se kaq. Edhe aty filloi rrugtimi. Edhe të rikthem pak te pjesa e që thënë nëse do shkruaj libër. Nuk e mendoj vetëm ti më kreativ në fakt. Pse? Edhe arsyeja në fakt pse kam filluar të lexoj ka qenë edhe puna e kreativitetit. Sepse kam qenë në një punë. Edhe drejtori i punës më bëri pak vërejtë një ditë që nuk jam mjaftueshëm kreativ, sepse unë punoj si graphic designer edhe është element kryesor. Edhe aty më tha që fillo konsumo media të ndryshme, filma, libra. Edhe aty pastaj fillova të kërkoja, thash, librat se më interesojnë shumë, çfarë mund gjejmë që mund të më interesojë mua dhe fillova të kërkoja libra në lidhje me dizajnin, me artin. Edhe tu gjeta 2 libra, edhe ato më ngjallën interesin goxha. Kështu që kushdo në çfarë do lloj fushë mund gjej një libër për atë. Edhe ka qenë një shtys bashkëshortja jote. Po. Tani un kam disa pyetje të shpejta për ty që do përgjigjesh për 3 sekonda. Po. Libër apo telefon? Libër. Roman apo libra psikologjia? Roman.
Lexim në mëngjes apo në darkë? Në mëngjes. Libër fizik apo elektronik? Libër fizik. Një libër që një libër që do ta rilexoja. Meditimet. Një libër që nuk e përfundove dot. 100 vjet vetmi. Sa libra ke aktualisht për të lexuar? Me qindra. Sa prej tyre do t'i mbarosh vërtet? Shpresoj një pjesë të madhe. Cila është këshilla jote për të gjithë brezin e rinj që nuk lexon? Mendojnë që libri nuk i çon asgjë kund, thjesht u merr kohë, por mendojnë se vetëm telefoni është zgjidhja e tyre. Që thjesht t'japin Edhe një mendojnë që shans. janë më të zgjuar sepse është teknologjia sot, por nuk e kuptojnë rëndësinë e librit, se sa rëndësi ka një libër. Në fakt, elementi kryesor që tregon njëri që nuk është mjaftuar i zgjuar është fakti që ai mendon që është më i zgjuar. Kështu që them t'u japi një shans librave, se thjesht do të gjejnë librin e dur që të ngjallin interesin. Edhe ka informacione pafund që mund mëson edhe asnjëherë nuk mund të jesh i zgjuar. I zgjuar mund të jesh, po nuk i di të gjitha. Patjetër. Jason, falenderoj shumë. Faleminderit. Ishte kënaqësi që ishe pjesë e emisionit Vibe. Gjithashtu. Çfarë vibe dha emisioni Vibe një herë? Shumë vibe të mirë, me bërë të ndim shumë rahat, edhe pse kisha pak emocione në fillim. Edhe e vlerësoj shumë. Një libër që do më sugjeroj mua? Ti e do roman apo është vetëm personal? Apo s'ka rëndësi? S'ka rëndësi, çfarë më sugjeron ti? Ta them në mendja ime, sepse do të më të pyet çfarë interesash ke, çfarë të pëlqen, çfarë Nga s'të mendja pëlqen, jote. po mund të lexosh Fermën e Kafshëve, në fakt. Besoj që do të pëlqente. Dhe ka goxha pjesë interesante që lidhen edhe me jetën tonë sot aktualisht. Edhe është i vogël, mund ta mbërë shumë shpejt. Do ta lexoj dhe do të jap përshtypjet e mia. Okay. Falenderoj shumë që ishe pjesë. Faleminderit ty. Ja, pra kështu erdhi fundi këtij programi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11. Mos harroni të na ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.